Në New York, komuniteti shqiptaro-amerikan feston 40 vjetorin e shugurimit të Dom Pjetër Popajt. Komuniteti shqiptaro-amerikan u mblodh në kishën Zoja e Shkodrës në New York për të kremtuar 40 vjetorin e shugurimit të meshtarit Dom Pjetër Popaj, një prej figurave më të rëndësishme të jetës fetare dhe kulturore shqiptare në Shtetet e Bashkuara në New York. Ceremonia u shoqërua me një sër aktivitetesh dhe fjalimesh që theksuan kontributin e tij 4 dekadash, i cili shtrihet përtej shërbesës fetare dhe përfaqëson një histori përkushtimi, patriotizmi dhe bashkimi kombëtar. Në fjalën e tij, doktor Elmi Berisha u shpreh se shugurimi Don Pjetrit ka qenë një bekim jo vetëm për atë, por për familjen e tij, por dhe për mbar diasporën shqiptare. Ai theksoi se gjatë këtyre 40 viteve Don Pjetri është bërë udhërrëfyes, shpirtëror dhe mbrojtës i identitetit kombëtar, duke e kthyer kishën Zoja e Shkodrës në një qendër të madhe të kulturës shqiptare në New York. Po ashtu Ndrek Tonaj tha se sipas tij Dom Pjetri ka qenë inspirim për brezat e rinj dhe një figurë që ka transmetuar vlerat qëndrueshme fetare dhe kombëtare. Gazetari dhe publicisti Frank Shkreli kujtoi rëndësinë historike të këtij jubileu, duke theksuar se Dom Pjetri është prifti i parë shqiptaro-amerikan i shuguruar në Shtetet e Bashkuara. Në vijim, studiuesi Mihill Velaj theksoi se dhe solli një pasqyrë të jetës së Dom Pjetrit nga lindja në Shën Gjergj të Ulqinit, emigrimi në Shtetet e Bashkuara dhe formimi i tij akademik deri tek shugurimi në katedralen Shën Patrikut në vitin 1985, një moment i njohur edhe zyrtarisht nga shteti i New Yorkut. Publicisti Jack John Lekaj e quajti 40 vjetorin festë të gjithë besimtarëve të komunitetit për njërin prej nesh.